Nëse merr bakshish në punë, a lejohet me jep atë bakshish sadaka? Varet se çfarë bakshishi është. Nëse bakshishin ta lë klienti me dëshirën e tij, pronari është në dakord, nuk është rishfet, atëherë nuk ka problem, pranohet bakshishi dhe mund t'japësh sadaka. Por nëse bakshishi është një formë rishfeti, pra siç e marrin disa njerëz që nuk ta kryejnë ai punën vetëm se me rishfet, atëherë kjo nuk pranohet dhe nuk jepet sadaka. Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën. Kështu që ti pra je ai që e shikon. Nëse është bakshish që e le klienti, pra ta le tek puna me dëshirën e tij, atëherë nuk ka problem. E pranon dhe mund t'japësh sadaka. Por nëse është rishfet, nuk e pranon dhe nuk jep sadaka. Zoti ju rujt, pra prej kësaj, Zoti ju rujt.